Me këqy veç për para. Mos me qy shumë anash. Pse se këtë anës e qënjit të një tutët. Qështë i vjen kja? Po njëri për shembull, ka jara do me bo një punë, me falë namazin, me largu për një herami, po shumica e njerëzve së largohen. Veç vetë jo metë, kur ty bën për e krynë këtë punë, shtire Allah, që këtë njerëz, mas i qërë njerëz, qërë për para, mos u këthe anash. Si thesh anas njerëz tutë në përë, lej njerëz, Allah, lej njerëz, kapu për Allah në gjellë hu. Nga se nuk je vetëm, po si tu pati sa ka shumë si të jepëm. Nuk je vetëm të jepëm. Andë nga njëri për shembull, da më mbulu një motër muslimane, ku më mbulu? Veç vetë më halë, veç vetë bëva kja shkullë është mbulume. E tutin me kalablak, apo? Edhe e len. A i më punë do më falë, ku më falë, kur kush punë s'falë, dhe si qonë në këta këtë në qyri në mërë, se thonë që u bo me këtë njëri, pas ka lujtë, apo? Ku më falë, le këtë punë. Andaj tu i këshyr njerëzit, e këshyr edhe fejnë e vetë. Apo? Qysh që njerëz që është të nënë? Jo, Allah, ti më së njerëzit. Më së ato, kur më së këshyre, vetën të unë ato. Nëse fillon më u këthy të nalin shpejtësin, e si të nalin shpejtësin të kafshojnë të një me herë ato. Jo dini se shkencëtarët e kanë zbulu se dreni është shumë më i shpejt se luani. Dreni është më i shpejt se luani. E pse luani e nëzën drenin? Pse këthejet me këqy kumet. A të në të sartë këthejet i nalin shpejtësi japëtën. A janë gjithë kalaj masën japën. Masu këtheu, hëtë për para, lej njerëzit. Ti mos u kthe djathtë, mos u kthe majt, mos u kush kumet, kush s'kam tha, çdo fjalë, po që po më thonë hoq. Po le thonë vëlla psa, mos ta kanë ikë kurrëna. Punë e madhe. Ata thonë, ata flasin, i kanë thonë edhe njëri që kon më i dorë tek Allahu se ti e suponomi. Njëri që të bën ndihshëm sot, ja valla s'undroj me më thon hall koptë. Pse s'doran? Musa alayhis salam i ka thënë Allahu azza xal. O Zot, e kam një dua. Përgjigj më ja Rab. I ka thënë Allahu xhallahu ala, falë Musa, çfarë doje ki? Ka thënë o Zot, beni Israil shumë po mgucin me fjalë. Shumë po mësojnë. Më kam enkontron beni Israil. Çka s'ka thënë për Musa në sam? Allah është marrën këtë xhamimi për men, do sanë çka ka thënë për ta. Marrën vjen mi kallzuam. Çka s'ka thënë për ta? Ka lyp Musa si pejgamber, nali o Zot. Nali o fjalë. Allahu xhallahu ala i ka thënë Musa alayhisalam, o Musa, i kisha nal, sa problem, por si kom nal për veti, qa thojnë për muje për ty? E po? A ka mujtë Allah me i nal njerët me folë për ta? Ka mujtë? Po se o ka nal, qa thojnë për Allah në zogjel? Qka së po thojnë sëtë? Qa i kom bo zotë të të në që po ma qanë këta, subhanallah. Ku është zotë i me në një mu? E fjallë tjerat, marrë me një këtë fjallë. A thëjmë për Allah në Gjallahu Ala. Hala matrona, që ju i njëni që dhëmë për Zotë në Gjallahu Ala. Sa njëri shanë me Zotë, audhu billah. Edhe Allah në Gjallahu Ala, që jam shilë guhen. Wallahi ka mundësi guhen me jakput, apëtën. Guhen janë zirë. Vesh një melek, janë zirë guhen. Kur sleda i mua, apëtën. Dese, që shtu në dynja është ke punë. Dynja falë, ngarkohu. Ku kime ikë? Ku kime shku? Te Allah kime dole petë? Prandaj, Allahu xhallahu ala se u ka mshil guë njerëz për të më fol. E për ty tani, e pse mos më fol për ty? E pse për mua për ty mos më fol? Flasin hall kolla. Çfarë thojnë? Thojnë ai kështu te, e kanë mashtruar, i shitën e pi jashtë, pi marrin e çka thojnë? Lejo not atë. Ti kry punën që duhet, adhuroj Allahun xhallahu xhelalu. Mos u merr me fjalë njerëzve. Menis më marr me fjalë hallkut, apo? As shtëpis kështë pas, as familjes kështë pas, as vetë gjallë kështë konë, mingu njerë që ka thojnë. Sa njëri thëtë, apo për shtëpinë tonë gjithë shka, thëtë për familjen tonë, që me bota? Me ishtë thuj, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu na mjafton. Allahu xhallahu ala kem na mjafton kundër ty na. Prandaj mos u merr me fjalët e njerëzve. Nëse kthehesh, po thëshin e ai që thë si të kthehesh? Rëzohesh merë. Të rëzojnë, s'mur me qindruti, tu këthy djathë e majtë, nuk mund me qindruti. Mos e mërë me fjallët e njerëzve. Mos e mërë me fjallët e kërkujnë atë. Merë me fjallët e Allahut azza xal. Në mësh me adhoni këshill, mësh me adhoni muhabet, mos mësh, thuj, Zoti ju qoftë në udhëharët edhe ju. Korgjë më shumë. Allah ju dhashtë hajrë.
Lutu për ta që Allah me udhëzu. Ka se kjo është ajo që ka duhet besimtari me e bo. Prandaj, mos u kthe. Mos u kthe apëto. Mos u zhvendos. Mos e kthe kryt. Nga se e kam për me të nalë. Në qoftë se kthen kryt veç për para i, gjithmonë para ty në i apëto. Se Allah të ka për shpejtësin. Ndërsa ti e nalë vetë shpejtësin, si njëzë me këtu gjatë dhe ma që ka përthujnë.